تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, gjithë lavdia e takon vetëm Allahut, ata lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë posa sa që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti i të mençurve, nga autori Ebu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e radhës që është tema me numër 33, autori rahimahullah në këtë temë flet për këtë titull që është dhikrul hathi ala luzumi kitmani sirr. Do të thonë nxitje për vazhdimsinë në mbajtjen e sekretit ose fshehjen e sekretit, gjërave personale. Do të thonë qëllimi është që njeriu të jetë i kujdesshëm për ruajtjen e sekreteve të veta, edhe për ato çështje që kanë të bëjnë personalisht me të ose me familjen e tij, punë që nuk ka pse t'i din të tjerët, njeriu duhet vazhdimisht t'i ruaj dhe mos i përhap, mos ja tregoj dikujt tjetër, se si do të përmenden këtu disa fjalë dhe mençuri dhe argumente, se përhapja e sekretit nuk është rrugë e mirë. Shpesh herë njeriu dëmtohet për shkak të zbulimit të sekretit vet. Dhe këtu e ka sjell këtë hadith me zinxhirin e tij, ka thonë pra autori rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Sulejman ibn Faris ad-Dallal, qala haddathana Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id al-Abdi, qala haddathana al-Haytham ibn Ayyub al-Attar as-Sulami, qala haddathana Sahl ibn Abd al-Rahman عن محمد بن مطرف أبي غسان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pra me zinxhirin që lexuam transmeton pra autori rahimahullah nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala al-hawaij bil kitman. Do të thonë kërkoni ndihmë për kryerjen e detyrave ose kryerjen e nevojave tuaja me fshehje, duke mos i përhapur. Fa inna li kulli ni'matin hasida, sepse secili që ka një dhunti ka ziliqar, ka hasedxhi. Thot autori Ebu Hatim rahimahullah, hadha isnadun sahihun hasan وطريق غريب إن كان عروة هذا هو ابن الزبير ابن العوام. Do thot pra ky është hadith ose zinxhir sahih dhe hasan, është i mirë, është i saktë dhe është rrugë e vetme, do të thonë nuk ka shumë. Nëse Urwa, që përmendet këtu transmetuesi Urwa, është për qëllim Urwa ibn Zubair. Edhe gjithashtu ka thënë Sa'id ibn Salam, ma ra'a hafidha hadithahu falidhalika tanakkabtu an dhikrihi. Edhe mendoj se Sa'id ibn Salam nuk e ka
nuk e ka ruajtur mirë, nuk e di mirë, domethënë hadithin e tij, prandaj nuk e kam përmendur. Sidoqoftë ky hadith është hadith hasan, e ka bërë Hasan Sheikh Al-Albani në librin Es-Silsila As-Sahiha, domethënë silsilatul hadith as-sahiha, do thotë zinxhiri i haditheve të sakta. Në këtë hadith pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse doni t'i kryeni ato planet që i keni ose ato për cilat keni nevojë, ato gjërat dobishme në të cilat ka dobi, ju ndihmon përveç çështjeve tjera, shumë prej tyre kemi përmendur, edhe disa do të përmenden prap. Ka edhe një çështje më rëndësi, është mos përhapja e sekretit, ose mos përhapja e planit. Dhe e ka tregu arsyen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë fa inna li kulli dhi ni'matin hasidan. Do të thënë secili që ka një mirësi ka ziliqar. Do të thënë nëse njeriu për shembull ka plan të investojë ose ka një plan të mirë të biznesit për shembull edhe ka kapital, edhe fillon t'ju tregoj njerëzve, do ta bëj kështu, kam fitu kështu, edhe do të hapi kështu biznes, do të fitoj kaq, ose edhe për çështje të fesë, nëse ka ndërmend dikush të shkoj për shembull për ta studiuar fen, ose për secilën çështje, domethënë kur e tregon atë, patjetër se do të ketë dikush që ka zili. Edhe me do e mos, domethënë kjo ekziston. Secili që e ka një të mirë, ka edhe ziliqar kundër tij. Dhe ziliqari bën dëm, pa tjetër në ndonjë aspekt. Ose bën dëm vetëm me atë të keqen që e ka në shpirt, edhe me syrin e keq, edhe mësyshi është hak dhe ka penguar shumë njerëz edhe i ka smur, edhe ka njerëz edhe që i ka sjell deri në vdekje, pra mësyshi. Edhe është gjithashtu pengesë për sukses në shumë raste. Nëse studion njeriu, do thotë nëse ka pas planin shumë të mirë, edhe briljant, do thotë edhe ka pas mundësi të kështu me radhë, edhe i del ndonjë pengesë, ndonjë dështim e atill që nuk mund ta komentojë, do të thënë nuk mund t'i gjej zgjidhje, kur nëse studiohet thellësisht, ajo është për shkak të mësyeshit të ziliqarëve. Kjo nuk është e dyshim, do të thënë nuk ka dyshim në këtë, se na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu Allahu e ka përmendur në Kur'an dhe na ka urdhëruar vazhdimisht të kërkojmë mbrojtje tek Allahu, wa min sharri hasidin idha hasad, do të thënë nga keqja e ziliqarit. Kjo është një mënyrë dhe që është shumë e përhapur, por edhe ka pengesa konkrete fizike që i bën ziliqari. Do të thënë kur ka hased, mundohet me çmos, ose me fjalë, ose me spionim, ose me prishje të planeve, ose me pengesë drejt për drejt, ose vjen të shkurajon, do të thënë flet fjalë negative kështu me radhë. Do të thënë çdo herë duhet njeriu të ruhet prej ziliqarëve. Këtë arsye ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj nëse do që të kesh sukses në kryerjen e planeve të hajrit, të mira, një prej këtyre komponentave është që ta mbash sekret për vete, do thotë. Dhe kjo vlen edhe për të gjitha aspektet tjera, do thonë çka ka njeriu në vetveten e tij, në ndodhitë e tij, ose në familjen e tij, në shtëpinë e tij, duhet t'i mbajë sekret për vete. Përveç në raste të domosdoshmërisë, si do të jetë tema tjetër kur duhet patjetër me marr këshill dhe konsultim të mirë prej dikujt, atëherë do thotë në raste të domosdoshme dhe ekstreme mund të zbulohet sekreti. Përndryshe, sekretet duhet njeriu t'i mbajë për veti. Dhe kemi thonë më herët, është transmetuar një fjalë prej selefëve të hershëm, ose ndoshta edhe ata e transmetojnë prej urtësive që janë thonë, prej fjalëve të urta që janë thonë më herët, më thonë kur sekreti kalon 2, është i përhapur. Edhe shumë prej njerëzve e kanë kuptuar se është për qëllim kur kalon 2 veta, do të thënë ai
i zoti i sekretit dhe shoku i tij i cili t'ia tregon. Nëse kalon prej këtyre dyve, do të thonë është për hap. Mirpo e vërteta është siç thot Imam al-Asma'i, do të thonë se është për qëllim kur i kalon dy buzët. Do të thonë kur del nga goja, do thotë se më është ai publik, edhe nuk mund të ruhet edhe të kthehet më mbrapsht. Prandaj thot autori rahimahullah, falwajibu ala man salaka sabila dhawil hija, do thot prandaj ai që e ka rrugën e njerëzve të mençur, e ka obligim që ta ruaj për vete atë që e ka në zemër. Dhe mos i tregoj, do të thon, të fshehtat as kujt, as dikujt që është i besueshëm, as dikujt tjetër. Do të thon, kuptohet, ai që nuk është i besueshëm as pak nuk duhet, mirë po edhe dikën të cilit i beson, nuk ka nevojë të zbulohen sekretet tua personale. Sepse patjetër gjatë kalimit të kohrave do të ndodhin përplasje, do ndodhin ndryshime, nuk është çdo gjë e njëjtë. Edhe atëherë mund të ndodhe edhe prishja e miqësisë në ndonjë situatë, në ndonjë gjendje. Atëherë mundohet, do të thënë, ai miku i dieshëm që të shbëhet sot armik, mundohet me të dëmtu, mundohet të dëmtoj me atë sekretin që ja ka tregu në kohën e besnikërisë, edhe në kohën kur keni qenë të afërt. Dhe kështu, do thotë, dhe kjo me të vërtet ka ndodhur shumë, edhe ndoshta i ka ndodhur secilit prej nesh. Thotë që ka njerëz të tillë, kjo, do të thënë, kjo që thuhet nuk është justifikim për ata që i zbulojnë sekretet, edhe do të përmendet më vonë, nuk është arsyetim për njeriu që zbulon, që do të thënë nuk e ruan sekretin që ja ke thënë. Mirë po, prej mençurisë është që ti mos e zbuloj sekretin tënd. Ka thënë këtu autori rahimahullah gjithashtu transmeton nga Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma se ka thënë ajibtu min ar-rajuli yafirru min al-qadari wa huwa muwaqi'uhu. Do të thënë, çuditë me njeriu që hik nga kaderi në drejtim të kaderit. Do të thënë, duke u rujt prej kaderit, shkon direkt aty ku është caktuar për ta. Do të thënë, nuk ka mundësi njeriu të shpëtojë ose ta ndryshojë atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe prapë përsërisim, kjo nuk do të thonë se njeriu nuk duhet i bëjë shkaqet që janë të ligjshme dhe të mençura. Edhe patjetër se duhet ruhet nga e keqja, ruhet nga rreziku, do të thënë, e ruan veten, e ruan jetën e vet, e ruan pasurinë e tij. Edhe Allahu na ka thënë wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Do të thënë, mos e hidhni veten me durët e juaja në shkatrim. Do të thënë, patjetër që njeriu duhet ruhet. Mirpo duhet ta di se edhe kush e di sa të ruhet njeriu, në realitet duke u ruajtur në atë rrugën e kujdesit dhe ruajtjes, shkon në drejtim të asaj që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot pra Amr ibn al-As, habiten prej njeriu të tillë, wa min ar-rajuli yara al-qadhata fi 'ayni akhihi wa yad'u al-jid'a fi 'aynihi. Edhe çuditë me një njeri që ja sheh atë do të thënë bërllogun e vogël, grimcën e vogël në sy vllajt vet, do të thënë, por e harron trarin që e ka në syrin e tij. Do thotë e sheh nëse i ka rënë një grimcë e vogël ose një çime e vogël, ja sheh vllajt në sy dhe i thotë hiqe se të ka ra ose mundohet me t'ja heq atij, por për vetvete nuk e sheh gjithë trungun e madh që e ka në sy dhe e le ashtu. Nuk, do të thënë, është për qëllim se i ka tmeta të shumta njeriu, edhe mangësi të rënda, edhe është i qetë me ato, nuk i pengojnë. Nuk i pengon sy se ka një trung të madh ose një tra të madh, por kur e shet e tjetri një gabim të vogël, atëherë e bën shumë të madhe dhe tregohet në formën e këshilluesit, ose edhe më keq, do të thënë, si kritikues dhe poshtrues për shkak të gabimit të dikujt tjetër, kurse gabimet e veta dhe mangësitë e veta nuk i merr parasysh. Edhe këtë të njëjtën e ka transmetuar Imam Buhari në librin Al-Adab al-Mufrad nga Abu Huraira radhiyallahu anhu,
Nuk e di nëse kemi kalu këtë transmetim, se ka thënë yubsiru ahadukum al-qadhata fi akhihi wa yansa al-jid'a fi nafsihi. Do thot pra dikush prej jush ka njerëz të tillë që e shohin atë halën e vogël në syrin e vllajt vet, mirë po e harron trarin e madh në syrin e vetvetes. Për këtë shkak, do të thënë njeriu i mençur angazhohet me tmetat e veta, më shumë se sa me tmetat e të tjerëve. Thot angazhohet me atë që ka obligim. Edhe përmendet se dikan prej seleve kanë pyet pse ti nuk flet për askand, ka thënë se nuk jam i kënaqur me vetveten. Do të thënë se kam mbaru përmirësimin e vetvetes që të filloj të përgojoj njerëz tjerë. Do thotë është për qëllim për këto tmeta që njerëzit i përqeshin njëri tjetrin, dhe nuk është qëllimi për atë që e ka obligim, kur e ka obligim dietari, që të flase për njerëz, sigur që kanë fol këta dietar për transmetuesin. Ja, do të thënë tash para disa rreshtave, autori rahimahullah foli për dobësinë e transmetimit filanit. Do të thënë, mbrojtja e fesë është parsore dhe është mbi të gjitha. Nuk shikohet interesi personal i askujt në dëm të fesë, por shikohet interesi i mbrojtjes së fesë dhe interesi i këshillimit të muslimanëve para çdo kujt tjetër. Edhe kur dikush thret në devijim ose ka bidat të cilin e shfaq, edhe i mashtron njerëzit, ka mundësi të devijojë njerëzit, është obligim me fol për ta, edhe nuk thuhet në këtë rast ti shikoj tmetat e tua. Kjo nuk është e saktë. Mirë po, qëllimi është se rruga e njeriu duhet të jetë e drejtuar në përmirësimin e vetvetes, edhe mangësitë e veta në kuptimin e fesë, mësimin e fesë, në praktikimin e fesë, në përmirësimin e moralit. Kjo duhet të jetë më parsore se sa ndjekja e gabimeve të vëllezërve, do të thënë dhe të tjerëve në përgjithësi. Pastaj ka thonë pra prej njerëzve që çuditem, wa min ar-rajuli yukhriju ad-dighna min mawdi'in wa yad'u ad-dighna fi nafsihi. Do të thënë edhe është çuditem me një njerëz që e largon të keqen prej dikujt, ose prej dikund, e largon të keqen prej dikujt tjetër, edhe e vendos të keqen të vetvetja. Do të thënë është për qëllim se ka njerëz që kanë oratori të bukur, kanë edhe dituri, do të thënë edhe këshillojnë dhe porositin, urdhrojnë për të mira, ndalojnë nga e keqja, edhe ka njerëz të tjerë që përfitojnë prej tyre. Do thotë me fjalët e tij, me këshillat e tij, e bën që të hiqet e keqja nga dikush tjetër, mirë po atë keqen vetvete e le në atë mënyrë ashtu, do të thënë. Edhe kjo është prej rrugëve me të vërtetë që i urren Allahu subhanahu wa taala, se ka thënë Allahu lima taquluna ma la taf'alun, do të thënë pse e thoni atë që nuk e bëni. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Do të thënë se tek Allahu është shumë e urryer ta thoni atë që nuk e veproni. Do të thënë të bëni vepra që janë kundërshtim me fjalë dhe me diturinë që keni. Dhe kjo është prej diturisë padobishme, për cilën ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek Allahu. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Do të thënë Allah kërkoi mbrojtje te ti nga një dituri që nuk bën dobi. Do të thënë ajo dituri që njeriu e fiton, edhe nuk i bën dobi atij në përmirësim. Kjo është në realitet dituri e dëmshme, e cila do të jetë argument kundër robit që e ka pasur atë dituri, se në ditën e gjykimit do të pyetet dhe nuk ka mundësi të lëviz nga vendi pa u pyetur për këto çështje, dhe një prej tyre është pyetet për diturinë e tij, se çka ka vepruar me të, si ka vepruar me diturinë e tij. Për këtë shkak ka transmetuar Ibn Taymija, ose ka përmendur Ibn Taymija një lutje, domethënë të dobishme, që gjithashtu është transmetuar nga dikush prej selefëve, që ka thënë Allahumma la taj'al li ghayri Allahumma la taj'alni li ghayri ibra. Domethënë Allah mos më bëj mu
i bret për të tjerët. Do të thonë që të tjerët marrin mësim nga e keqja ime. Edhe mos bëj që të tjerët të përfitojnë nga dituria ime më shumë se unë. Do thotë mos jetë se ato fjalët e bukura dhe këshillat e mira që njerëzit përfitojnë kurse unë mos përfitoj për vetvete. Do thotë mos i bën të tjerët që të jenë më të lumtur me diturinë time se unë vetë. Dhe do të thonë rruga e pejgamberëve ka qenë që e kanë praktikuar atë dituri që u ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj i kanë thirrur gjithashtu edhe të tjerë, si ka përmendur Allahu subhanahu wa taala për Shuaibin alayhi salam, dhe ka thënë ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Do të thonë unë nuk dua t'ju kundërshtoj juve në atë që unë ju ndaloj. Do të thonë natë nuk e bëj. Edhe Allahu subhanahu wa taala po ashtu i ka qortuar ata njerëz që e bajnë këtë, si ka thënë atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Do të thonë si urdhroni njerëzit për bamirësi dhe e harroni veten. Do thotë këtë qëllim e ka pasur Amr ibn al-As radhiyallahu anhu kur thotë, pra çuditem me këtë njeri që i nxjerr të këqijat nga të tjerë dhe i vendos në veten e vet. Dhe thotë wa ma nadimtu ala amrin qattu falumtu nafsi ala tanaddumi alayhi. Edhe thot asnjëherë nuk ka ndodhur që të pendohem, të jem pishman për diçka, pastaj ta qortoj veten pse u bëna pishman. Do thot se njeriu duhet ta ketë këtë modesti, ta di se gabon. Edhe nëse je pishman, do thon je penduar për një gabim që e ke bë, nuk duhet pastaj më vonë vjen kjo mendematësia dhe mashtrimi i shejtanit, edhe njeriu bëhet pishman, pse është bërë pishman për gabimin. Do të thonë duhet ta dish se ke mangësi, edhe po ashtu, do të thonë kjo kur ndodh që njeriu e kupton gabimin, atëherë duhet të qëndrojë në përmirësim, edhe mos kthehet prap, do të thonë ta anuloj anulimin e gabimit, që ka qenë obligim të anulohet. Dhe thot kjo që është më rëndësi për temën, وَمَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ فَلُمْتُهُ عَلَى أَنْ يُفْشِيَهُ. Do thot, nuk ka ndodhur që t'ja kem treguar sekretin tim dikujt tjetër, pastaj ta qortoj atë pse ma ka përhapur. Do thot, kjo nuk ndodh, nëse ndodh që ja tregon sekretin dikujt, atëherë duhet ta qortosh vetveten, pse ja ke tregu, jo pse ai e ka përhapur, pse ai ka qenë sekreti jot dhe ti e ke përhapur, ti e ke tregu. Si mendon që ai sekretin e dikujt tjetër ta ruaj më shumë se sa ti sekretin tënd. Thot kayfa alumuhu wa qad dhiqtu bihi. Do të thënë si ta qortoj kur unë i dhash presion atij. Do të thënë ti e ke ngarku. Ja ke dhënë, ai nuk e ka pasat, ka qenë rahat, do të thënë nuk e ka ditur sekretin tënd, ti e ke ngarku me këtë sekret, edhe tani i bën presion në shtyp që mos ta përhape. Do thotë prandaj ruaje ti sekretin tënd edhe mos e rreziko se kur dale prej këtyre dy buzëve, sekreti atëherë është i përhapur. Edhe si kanë thonë kur sekreti i yt ka qenë, do të thënë i rënd për gjoksin tënd, edhe ti e ke nxjerr, si mendon që të jetë i lehtë për gjokset e të tjerëve. Edhe ata ta mbajnë edhe mos e përhapin. Do të thënë ti vetë sekretin tënd s'ke mujt me majt. Ti s'ke mundur ta mbash sekretin tënd, edhe kërkon prej të tjerëve që ta ruajnë sekretin tënd. Edhe po siç tham, kjo nuk do të thonë se kur dikush ta jep një sekret, edhe ti të thush, ai nuk e ruajti për veten, pse t'ja ruaj unë. Nuk është ajo e saktë, do thotë, jemi të urdhëruar që t'ja ruajmë sekretet atyre që na kanë besu. Duhet, është obligim. Mirë po edhe mençuri më e madhe është që ti vetë ti ruaj sekretet e tua dhe mos ja japësh askujt. Ka thënë një poet, Ali ibn Muhammad al-Bassami, thotë, tabuhu bi sirrika, diqan bihi, wa tabghi li sirrika man yaktumu, do thotë ti e shfaq sekretin tënd se ngushtohesh prej tij, do të thënë nuk ka vend në gjoksin tënd që të rrijë ai sekret edhe e shfaq. Pastaj kërkon të tjerë ta fshehin. Wa kitmanuka sirra mimman
takhafu wa man la takhafannahu ahzamu. Dhe ta ruash sekretin për atij që i friksohesh, do të thonë se mund të ta përhape, dhe atij që nuk i friksohesh, kjo është mençuri më e madhe. Edhe atij që i beson, nuk duhet t'ja japësh sekretin tënd. Idha dha'a sirruka min mukhbarin fa anta wa in lumtahu alwamu. Do thotë nëse përhapet sekreti jot për atij që i ke treguar, atëherë nëse e qorton atë, do të thonë edhe më shumë herë duhet ta qortosh veten tënde. Do të thonë para se ti qortosh të tjerët, qortoje veten pse nuk e ke ruajt sekretin tënd. Edhe thot se ka thënë Abdulaziz ibn Sulejman al-Abrash, idha daqa sadru al-mar'i an ba'd sirrihi fa alqahu fi sadri fa sadri adyaqu. Do të thonë nëse njeriu i ngushtohet gjoksi me sekretin e tij, edhe ma jep mu, atëherë gjoksi im është edhe më i ngushtë. Do të thonë nuk ka vend për sekretet e tua. Wa man lamani fi an udayya sirrahu wa dayya'ahu qabli fa dhu sirri akhraqu. Thot nëse ai më qorton mua pse kam humbur sekretin e tij, kurse ai para meje e ka humbur. Ai më herët e ka zbulu sekretin e tij. Atëherë, do të thonë ky ka qenë më i pasakt në ruajtjen, ose ky ka qenë me zbrastira dhe i ka kalu, do thot sekreti prej tij. Pra siç tham, këto edhe janë në mësim për secilin në vetveten e tij. Do thënë secili ta ketë parasysh se duhet ta ruaj sekretin e vet. Kjo nuk është, do të thënë, do të flasim më vonë, kur ta jep dikush një sekret dhe të beson, do të thënë ti duhet ta plotësosh besnikrin edhe ta ruash amanetin. Nuk do të thonë se je i arsyetuar. Pasi ai tha, do të thonë jam i arsyetuar edhe unë ta them. Duhet patjetër ta ruash sekretin, edhe është përmendur se do të përmendet këtu diçka prej atyre fjalëve. Dikush prej selefëve ka thonë, kur ma tregon dikush një sekret, unë e harroj. Do të thonë që mos t'ja zbuloj më vonë, se nëse e mban mend, ai vlon aty në zemër, do të thonë ka ngushtë është, nuk, do të thonë pa dal nuk mund të rrije. Prandaj ilaçi më i mirë është që me harru sekretin e dikujt tjetër. Por, siç tham, këto fjalë turta janë për njeriu vet, për sekretin e vet. Ta dije se ai që ta zbulon, që nuk e ruan besnikrin, ai është për tu qortu, nuk është se nuk duhet të qortohet. Mirë po ti që ja ke tregu atij, duhet edhe 100 herë më shumë qortohesh. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Al-Madaini, thot, është thënë asbaru an-nas alladhi yufshi sirrahu ila sadiqihi. Do të thënë njeriu më durimtar, do të thënë që nuk i bëhet vonë pse i bën dëm vetes, është ai që ja tregon sekretin shokut vet, se do të thënë më falni, që nuk ja tregon. Do të thënë njeriu më durimtar, më sabërli, është ai që nuk ja tregon sekretin e vet shokut vet. Se ka mundësi që më ndodh diçka mes tyre dhe pastaj ai shoku bëhet armik dhe ja përhap sekretin. Do të thënë prandaj durimi duhet kërkohet këtu në fillim. Do të thënë të jetë njeriu durimtar për ta ruajtur sekretin e vet. Edhe pastaj atëherë nuk ka nevojë me askujt, askan me detyru, mos me tregu, ose thotë je siç u tha më herët në mësimet e mëhershme nga fillimi, thotë se fjala përderisa nuk ka dalë prej gojës, ti e sundon atë. Kurse kur dale, ajo të sundon ty dhe të robron. Thot autori rahimahullah, men hassana bil kitmani sirrahu, thumma temma lahu tadbiruhu. Do të thënë kush e ruan sekretin e vet, e fortifikon, do të thënë duke e fshehur sekretin e vet, atëherë ai është njeri që e ka planifikimin ose mendimin e plot dhe mund t'i arri ato që i dëshiron. Do të thënë ato synimet që i ka, mund t'i arri nëse i ruan sekretet e veta. Dhe gjithashtu shpëton prej qortimeve dhe dëmtimeve.
Nëse nuk mund, për shembull, nuk e arrin atë fuqinë edhe fitoren, nuk e arrin, atëherë, domethënë njeriu e ka sekretin e tij në enën e tij, edhe e ruan prej çdo kujt që mund ta shoh. Mirëpo, nëse do thotë është puna se me të vërtet kjo fshehja e sekretit personal është ndihmë për të arritur sukses. Po edhe në qoftë se nuk e arrin, ai sekreti është aty i sigurum. Domethënë nuk mundet të të vijë ndonjë dëm. Pastaj thotë, në qoftë se njeriu është i detyruar që ta shfaqë sekretin e tij, domethënë ndonjëherë ka patjetër me tregu se më ka ndodhur kështu, edhe ose kërkon ndihmë, ose kërkon këshill. Duhet ndonjëherë patjetër, ndonjë e fshehtë të tregohet. Thot atëherë, auda'ahu al-aqil an-nasih. Domethënë, atëherë ja tregon sekretin njeriu të mençur, dhe që ka dituri, dhe që është këshillues, ose dashamirës. Domethënë që ta do të mirën, edhe që e di të mirën. Sepse sekreti është amanet, kurse zbulimi i sekretit është tradhti. Zemra është ena e sekretit, dhe disa enë janë të ngushta, domethënë nëse mbushen derdhen, prandaj më mirë, domethënë që mos ngarkohen shumë enë të tjerëve. Pastaj thot autori rahimahullah, ka thënë Al-Kuraizi, ij'al li sirrika min fuadika manzila la yastati'u lahu al-lisanu dukhula. Domethënë, shikoni, pra thot sekretin vendosen zemër me një vend që gjuha nuk mundet me arrit. Aty nuk mundet me mri, domethënë që ta nxjerrë. Pra mbaje shumë fshet që as gjuha mos mundet ta zbuloj. Inna al-lisana idha istata'a ila alladhi katama al-fuadu min ash-shu'uni wusula, nëse zemra mund të arrijë deri te ato sekretet që i ka fshehur, nëse gjuha mund të arrijë deri te ato sekretet që i ka fshehur zemra, alfejte sirraka fi s-sadiqi wa ghayrihi min dhil adawati fashiyan mabdhula. Atëherë do ta gjesh sekretin tënd të përhapur te shokët edhe te miqtë dhe te armiqt. Domethënë nëse gjuha mundet me mri deri te zemra dhe me nxjerr sekretin, atëherë do ta gjesh se edhe te ata që duan edhe te ata që turrejnë ka arritur sekreti yt. Pastaj thot, transmeton me zinxhirin e tij nga Muhammad ibn Ziyad ibn al-A'rabi, se ka thënë, kana yuqal al-aqilu man hadhira sadiqahu. Pra është thënë, i mençur është ai njeri që ruhet prej shokut të tij. Domethënë, pra ka kujdes se nuk dihet, njerëzit se janë shumë të ndryshueshëm. Shumë ndryshojnë njerëzit. Prandaj edhe atë që e ke shok dhe të besueshëm, nuk ka nevojë me ngarku me sekrete që nuk duhet të jenë puna e tij. Domethënë, mjafton ti ruhesh për veten tënde. Pastaj thot autori rahimahullah, al-ifratu fi al-istirsali bil asrari ajzun. Thot teprimi në përhapjen e sekreteve, domethënë që njeriu vetë sa tulet, gjitha ato që i ka në shpinën e tij ose në veten e tij, domethënë të gjitha i çet jashtë, kjo është ajz, domethënë është paaftësi e njeriut. Domethënë tregon se ky njeri nuk është i aftë. Thot një gjë të cilën njeriu e fsheh prej armikut të tij, nuk duhet t'ja shfaqë edhe mikut të tij. Domethënë atë çka do, domethënë një gjë ti nuk kishe dashur të arrijë deri te armiku. Atëherë as shoku të afërt nuk duhet me ia tregu. Domethënë kjo është si ka qenë në ato kohra kur për ta treguar një gjë është dashur mu taku me njeriu, mi tregu direkt. Kurse sot i përhapin gjitha sekretet e veta të familjes, të fëmijëve, të dhënat, ditëlindjet, domethënë shkollat ku mësojnë, fotografitë të kretë familjes e përhapin publikisht, edhe që mund t'i shohë armiku dhe armiku më i madh. Domethënë mund t'i gjeje lirisht nëpër rrjetet sociale, domethënë kjo me të vërtetë tregon mungesë të mendjes edhe të kuptimit. Pse
sekretet personale ose çështet familjare ose çështet personale njeriu, pse domethënë ti përhape në atë mënyrë. Pra ti ato do thotë ka disa gjëra që më pyet njerëzit, a kishe dashur të ketë me ditë armiku yt? Thotë jo, mirëpo ja servon domethënë armikut. Këtu thotë atë punë që nuk do armiku ta di, mos ja trego edhe mikut tënd. Wa kafa lidhawil albabi ibran ma jarrabu, do të thënë mjafton për njerëz që kanë mend, mjaftojnë këto përvojat që kanë ndodhur. Pra e kanë provu, secili ka provu kështu me përhap dhe një sekret edhe e di se çka i ka ndodhur. Prandaj kush është i mençur, merr mësim. Kush thot po, do më thënë deri këtu, kjo është e qartë për njeriu për vete, si duhet t'i qaset, do më thënë sekreteve të veta, ose si duhet t'a ketë parasysh çështjen e sekreteve të vetë. Por edhe nëse tregon dikush ty diçka, thot, men istaudaa hadithan falyastur, kujt i jepet në besim një fjalë ose një sekret, duhet ta mbuloj. Dhe jo tjetë, më thënë, zbulues, demaskues, ose tjetë si radio, më thënë, vetëm me përhap lajme, sepse sekreti është quajtur sekret, pse nuk duhet përhapet. Më thënë, kur ta tregon dikush vllai jot, një i besueshëm i yti ta tregon një sekret, më thënë, duhet me qenë me të vërtet besnik dhe ta ruash besnikërinë, edhe t'ia mbulosh secilën, nëse do ai me përhap, ai ka gojë, do të thënë që ta përhape. Nuk ka nevojë, nuk të ka autorizuar ty që me përhap, do të thënë një lajm të tij ose diçka që duhet të jetë sekret. Thot fa yajibu ala al-aqili an yakuna sadruhu awsa'a li sirrihi min sadri ghayrihi bi alla yufsihu. Thot njeriu i mençur duhet ta ketë zemrën e tij dhe gjoksin e tij më të gjerë për sekretet e tij sesa gjokset e të tjerëve. Do të thënë, kjo u tha disa herë, mirë po, me të vërtet duhet të shkruhet në mendjet tona si definicion se ti duhet të kesh vend më shumë të vetvetja për sekretet e tua se të tjerët. Do të thënë, dhe njeri i duket, do të thënë se s'mund ta mbaje në vetvetë, nuk ka vend në gjoksin e tij, edhe do t'ja japë dikujt tjetër të harruje sekretin. Do të thënë, kjo nuk është mençuri. Prandaj ka përmendur këtu një poezi nga Muhammad ibn Salam al-Jumahi, se ka thënë idha ma daqa sadruka an hadithin fa afsathu ar-rijalu faman talumu. Do të thënë nëse gjoksi yt është i ngushtë, nuk ka vend për sekretin tënd dhe e përhap të njerëz të tjerë, cilin do ta qortosh? Idha atabtu man afsha hadithi wa sirri indahu fa ana adh-dhalumu. Do të thënë nëse unë e qortoj atë që ma ka përhapur sekretin tim, që unë e kam lënë tek ai, atëherë unë jam i padrejti, unë kam bërë padrejtësi. Wa inni yawma as'amu hamla sirri wa qad dammantuhu sadri sa'umu. Do thotë nëse unë jam dëshprohem, do më thënë e se nuk mund të mbaj sekretin tim në gjoksin tim, do më thënë me të vërtet jam i dëshpruar, për qenë i dëshpruar. Felestu muhaddithan sirri khalili, wala ufshi idha hadarat humumu, do më thënë nuk ja përhapi, nuk ja zbuloj sekretet e mia, shokut tim të afërt, mikut tim të dashur, dhe nuk i përmend, nuk i përhapi brengat e mia, wa atwi as-sirra duna an-nasi inni lima stawda'tu min sirrin katumu. Dhe gjithashtu i mbuloj sekretet e njerëzve, nëse mi tregojnë se unë jam ruajtës i mirë, do të thënë i sekretit. Pra, shikoni edhe njeriu nëse e sheh se nuk di të ruaj sekretet e veta, atëherë gjithashtu duhet ta dish se për tuat është më i pakujdesshëm. Prandaj kur sheh njeriu që është kështu që flet shumë, do të thënë, duhet të ruhesh shumë prej përhapjes së sekreteve. Pastaj thot transmetohet nga A'mash se ka thënë yadiqu sadru ahadihim bi sirrihi hatta yuhadditha bihi.
Domethënë, pra këtë me të njëjtin kuptim këtë fjalë, se ka njerëz që e kanë gjoksin të ngushtë për sekretin e vet, pastaj domethënë s'mund ta mbajë pa i tregu dikujt. Dhe pastaj i thot atij tjetrit, ruje, mos i trego askujt. Domethënë nuk është pra mençuri. Pastaj ka thënë këtë poezi nga El-Husein ibn Ubejdillah, se ka thënë la yaktumu sirra illa man lahu sharafun, wa sirru 'inda kiramin nasi maktumu. Do të thënë sekretin e ruan vetëm ai njeri që ka nder, dhe sekreti të njerëz të ndershëm është i mbrojtur. As-sirru 'indi fi baytin lahu ghalaqun da'at mafatihuhu wal babu makhtumu. Thatun sekretit e kun është në një dhomë që është kyçur me dry, edhe më kanë humbur çelësat për ta. Edhe dera është e vulosur. Domethënë nuk hapet asnjëherë. Do thotë kjo është edhe për sekretet e tua edhe për të dikujt tjetër që ti jep në besë. Thot, pra ky tjetri poet, Abdullah ibn Muhammad an-Nashi, ka thonë, wa inni la ansa sirra, kayma asunuhu, feja men ra'a shay'an yusanu bi an yunsa. Thot, unë sekretin e harroj, që të mund ta ruaj. Edhe ajo që harrohet, është me të vërtetë e ruajtur. Shikoj edhe nëse ke një send, ose për shembull një pjesë të pasurisë, edhe e ke lënë në një vend që e ke harru. Edhe ndoshta kur e gjen pas 10 vjetëve, domethënë kjo që është harru është me të vërtetë e ruajtur. Edhe fjalët, atëherë është edhe më parsore. Domethënë thot me khafeten yajri bi bali dhikruhu fa yakhlisahu qalbi ila mantiqi khalsa. Se nëse e kam mendjen aty te ai sekreti vazhdimisht, domethënë ka mundësi që përvidhet, domethënë del edhe shfaqet te gjuha. Thot, pra siç tham, është njeriu duhet kur tregon dikush një sekret, për shembull tregon pse i duhet një ndihmë ose i duhet një këshill. Edhe ti ja jep këshillën në atë moment, ose ja jep ndihmën sa ke mundësi, ose e udhëzon ku mund ta gjejë atë rrugdalje, edhe harroj atë sekret më. Fshije, do thot, sigur nuk e ke dëgju. Edhe atëherë me të vërtetë je që e ruan sekretin. Edhe thot se një njeri është përmendur se e ruan sekretin edhe i ka tregu dikush diçka, edhe pas një kohe të shkurt ka dash ta di a e kuptoi, domethënë sekretin, edhe ja ka përmendur, ka thënë kam harru, çka më the. Do thot me të vërtetë kur njeriu e ka këtë synim edhe këtë vendosmëri, me të vërtetë i harron ato fjalë, se ato nuk janë gjëra, do thotë që ty duhet të interesojnë. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Do të Islami i përsosur i njeriu është që mos merret me ato që nuk janë punë e tij. Do të prandaj kur është puna jote, në atë moment kur të pyet vllai jot për një këshill ose një ndihmë, merresh me ta, pastaj e fshin, domethënë atë prej memorjes. Thot, mirë, pastaj jep edhe një sqarim autori rahimahullah për do të thotë se duhet me të vërtetë njeriu i mençur ta fortifikojë sekretin e tij. Dhe atëherë nga kjo derë nuk mund të dëmtohet. Pastaj thot se një poet ka thonë në mënyrë shumë të mirë, thot khashitu lisani an yakuna khaunan fa awda'tuhu qalbi fa kana amina. Domethënë kam frikë se gjuha ime është tradhtare. Prandaj sekretin e vendosa në zemër dhe e gjeta se zemra është besnike. Fa qultu li yakhfa duna shakhsi aya harakati kunna fi sukuna. Domethënë i thash zemrës let fshihet kjo, let mbetet këtu vetëm për ty. Edhe i ka thënë lëvizje qetësohuni. Fama absarat ayni li ayni abratan wala sami'at udhunaya fi anina edhe do të thonë nuk kanë pa syt në një shenjë për zbulim. Do të thonë sytë njëri sy nuk e ka pa tjetrin se po jep shenjë për ta zbuluar sekretin. As do thotë veshët nuk kanë dëgjuar rënkim, do të thonë me thënë vetëm një za me nxjerr në lidhje me sekretin. Laqad ahsantu
deri në fund të poezisë, domethënë me këtë kuptim. Thot gjithashtu transmetohet nga Ahnaf ibn Qais se i kanë thënë ma ahlemek. Ka thënë sa i mençur, sa i matur je. I kanë thënë, domethënë je shumë i matur dhe nuk flet kot. Ka thënë Ahnaf ibn Qais, wallahi ma fa'altuhu illa ta'liman min umumati. Ka thënë këtë e kam arritur se kam marrë mësim nga xhaxha im. Domethënë prej migjës kam marrë mësim. Thot se njëherë i thash ose prej xhaxhallarëve të mi, domethënë prej asaj familjes ngushtë e kam mësuar këtë maturi dhe këtë urtësi. Se thot njërit prej xhaxhallarëve njëherë i thash, o xhaxha, o migj, thot pram kam pas më ka dhimbë dhëmbi shumë. Domethënë pram s'ka mund të flej se kisha shumë dhimbje dhëmbit. Çka i ka thënë migja? Ka thënë birim, mu më sqëru syri që 1 vjet, edhe nuk askush nuk e ka marrë vesh. Domethënë kjo përmendja punëve, domethënë çka nuk ka ndonjë dobi prej përmendjes saj. Si kanë thënë të dikush prej selefëve, ka thënë njëri shumë ftohtë sot. Domethënë sa ftohtë sot, kështu, domethënë shprehje që e themi çdo herë. I ka thënë a u ngrove tani? Domethënë se pse the shumë ftohtë, a ka ndonjë dobi? Pra arabët e hershëm kanë urryer të përmenden fjalë që nuk ka asnjë dobi. Domethënë nuk përfiton prej asaj. Me thonë pram s'ka mund të flej, do thotë se çka përfitove tash që më tregove mua. Edhe gjithashtu kjo është pjesë e mos falëndrimit dhuntive, si përmendin disa shujukh se a thot dikush, domethënë çdo natë flen mirë, pushon. Edhe nuk thot nesërmen pram kam pushu, domethënë çdo ditë më thon pram kam flet. Nuk tregon. Po më mbet pa gjumë një natë, patjetër mi tregu dikujt. Çka është dobia, pse i tregon? Do thotë pra Ahnaf ibn Qais e ka marrë këtë mësim prej kësaj i thuhet edukat familjare, domethënë prej familjes vet. Se është mësuar mos me fol fjalë që nuk kanë asnjë rëndësi, asnjë dobi. Domethënë çka përfitove ti, pse më tregove se të ka dhimbë dhëmbi. Tash atu shëru, nëse ka kalu dhimbta, domethënë nuk ka dobi. Nëse s'ka kalu që më tregon mua, domethënë nuk ka asnjë dobi. Në temën tjetër, që është tema e 34, është me titullin Dhikrul mashurati fi awqatit darurat. Domethënë konsultimi në raste të domosdoshmërisë. Pra tani kjo është e kundërta e fshehjes sekretit. Domethënë sekreti nuk i përmendet askujt. Por ndonjëherë ka domosdoshmëri, patjetër duhet me tregu një sekret, edhe për këtë ka rregullat e të mençurit, edhe në këtë kopshtin e të mençurve, domethënë ka përfitime të shumta. Ka thënë pra thot Imam Ibn Hibban rahimahullah, akhbarana Al-Hasan ibn Sufyan, pra na ka treguar Hasan ibn Sufyan, dhe ai ka thënë haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, na ka treguar Abu Bakr ibn Abi Shayba, dhe ai ka thënë na ka treguar Al-Aswad ibn Amir, dhe ka thënë حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه. Domethënë me këtë zinxhir pra transmetohet nga Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Pra jo Abdullah ibn Mas'ud. Besoj që e dini dallimin, pra Abdullah ibn Mas'ud është prej muhaxhirëve, kurse Abu Mas'ud është Ansari. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mustasharu mu'taman. Domethënë ai për cilit kërkohet këshill ose konsult është thotë i besuar, i është dhënë diçka në besim. Pra kur vjen dikush te ti, kjo është hadithi Hasan, edhe e ka bërë Hasan Sheikh Albani në Sahiha. Do thotë kur vjen dikush dhe ta shfaq problemin e vet për të marrë këshill prej teje. Do me thonë se ti tani e ke përgjegjësinë e amanetit. Do me thonë kjo kërkimi i këshillës është amanet, edhe nuk lejohet të përmendet.
Thot autori rahimahullah, la budda li sahibi sirri al-mukatimi lahu ala ma wasafna, do të thënë patjetër njeriu që ka sekret, që e mban sekretin, e fshe sekretin e vet, sikur që sqaruam te mësimi paraprak, patjetër ndonjëherë duhet t'i tregoj dikujt. Patjetër duhet ndonjë lloj sekreti duhet më ia tregu dikujt. Fa idha kana kadhalik, nëse është kështu, atëherë thot ikhtara ifsha'ahu bil istisharati ma'a ad-dayyin al-aqil al-wadud lahu. Do thot këtë sekret për të kërkuar këshill duhet t'ia shfaqe kujt? Një njeriu që i ka këto tri cilësi. Dayyin, do të thënë që është fetar, që ka fetari të sakt, që ka dituri për fe, edhe shihet se është praktikues i fesë. El-aqil, që është i mençur, do të thënë që i kupton punët dhe i di, do të thënë ka përvojë të mirë, ka zgjidhje të mira. El-wadud lahu, dhe që është dashamir si ti. Do të thënë që është fetar njëherë, kjo është baza. Pastaj kushti i dytë që ai njeri të jetë i mençur dhe i ditur, që di zgjidhje të mira dhe ka mendime të qelluara dhe që ta do të mirën. Patjetër këto tre komponenta të jenë te ky njeri të cilin ti i kërkon këshill. Si ka thënë Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, përmendëm një fjalë gjatë, disa, do të thënë 18 fjali janë përmendur aty, dhe një prej tyre ishte istashir fi amrika alladhina yakhshawna Allah. Do të thënë kërko këshill për atyre që i friksohen Allahut. Do të thënë për atij që është fetar. Pastaj e dyta, që është i mençur. Do të thënë mos kërko këshill prej secilit. Do të thënë ka mundësi dikush që është fetar, në vetvete është fetar për veten e tij. Edhe ndoshta edhe do ty, mirë po nuk është i mençur. Ndoshta të jep këshilla që të bëjnë dëm, edhe pse ka dashur me të bëjë mirë. Edhe kjo ndodh shumë, sidomos te të rit, edhe prandaj duhet ta kenë parasysh të rit këtë se ka që nuk e din prej kujt duhet marrin këshill, edhe e marrin, pastaj këshilla e tyre i bën dëm për pjesën më të madhe të jetës ose për gjithë jetën. Pse ka ecur me këshillën e dikujt që nuk e di se si është më e mira, edhe nuk i kupton, prandaj duhet patjetër me marr këshill prej fetarit të mençur dhe që ka dituri, që ka përvojë, ose që shihet edhe nëse nuk është patjetër me qenë ma plaku në botë. Do të thënë edhe nëse është i ri, mirë po ka njerëz që kanë arritur mençuri dhe kuptim, edhe kanë përvojë në disa çështje të jetës. Dhe e treta, që ky njeri që i ka këto dy cilësi, patjetër tjetër që ta do të mirën. Përndryshe nëse është që do me dëmtu, nuk ta jep këshillën e duhur, të jep ndonjë drejtim ose nuk i bëhet vonë për ty, atëherë, do të thënë të jep një drejtim që nuk të bën dobi. Pra keni parasysh këto tri cilësi kur kërkoni këshill, sidomos ju të rit. Do të thënë keni kujdes, kërkoni këshill prej fetarit të mençur dashamirës. Përndryshe do të dëmtoheni. Thot autori, po i përmend këto tri, thot wala yastashiru illa man wajada fihi al-khisal al-thalath allati dhakarna. Do të thënë nuk i kërkon njeriu i mençur këshill as kujt përveç atij që i ka këto tri cilësi të plota që i përmendëm. Nëse thot fa illam yakun dayyinan khanahu, nëse nuk është fetar, pra nuk i friksohet Allahut subhanahu wa taala, e tradhon. Wa illam yakun aqilan akhta'a mawdi' al-isaba. Nëse nuk është i mençur, atëherë gabon, nuk e qëllon ku duhet të jetë këshilla. Wa illam yakun waddan rubbama lam yansahu. Nëse nuk është që ja do të mirën, atëherë ndoshta nuk e këshillon, ose nuk është i çiltër ndaj tij, nuk ja jep të gjitha ato dituritë për shembull ose mençuritë që i ka. Thot, pra pastaj përmend autori këtë poezi nga Ibn Zinji, ka thënë sa'il dhawil ilmi amma anta jahilu inna as-su'ala shifa'ul 'ayyi wal hadar. Do thot pyeti dietarët, pyeti ata që kanë dituri për atë që ti nuk e di, sepse pyetja është ilaçi i ignorancës, si është në hadith. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse nuk kanë pyetur,
sepse ilaçi i ignorancës është pyetja. Doktori është ai dietari që e njeh fenë e Allahut, është doktori. Dhe ilaçi për ta marrë prej doktorit është pyetja, do të thonë që ta marrësh, se edhe për smundjet e trupit shkon te doktori dhe pyet për atë smundje. Thot la tashtariyanna man takhsha ghawailahu wal ahmaq ar-ra'y al-ghabi 'an al-khabar. La tastashiranna, do të thonë mos kërko këshill prej dikujt që mund të dëmtohesh. Do të thonë dikujt që nuk i beson dhe me këse do me të vërtet, mos i kërko këshill atij dhe mos i kërko ahmakut që është mendje lehtë edhe nuk i di, nuk ka përvojë, nuk ka eksperiencë, do të thonë. Wa'lam bi annaka in shawarta ba'dahum shawartahu mushrifan minhu ala khatar. Do të thonë nëse ti këshillohesh me dikon prej këtyre, do të thonë që janë ahmak ose që mund të tradhtoj, atëherë e ke këshilluar dikon që të drejton drejt rrezikut. Idha asharta bi amrin aw hamamta bihi far-ra'yu tulu ittihami an-nasi wal-hadar. Do të thonë nëse do një çështje të saktë, edhe ke synim të saktë, atëherë mendimi më i drejtë është që të ruhesh prej njerëzve në përgjithësi. Undhur bi aynika fima anta shahiduhu waj'al fuadaka fima ghaba lin-nadhar. Do të thonë shiko me sytë e tua, shikoje përvojën. Do të thonë ajo që ndodh është argumenti më i fuqishëm. Do të thonë e pyet dikan, ndoshta ta do të mirën, po nuk di, edhe dëmton. E pyet dikan që është shumë i mençur, mirë po nuk i intereson për ty, edhe dëmton. Pra kjo që e ke pa me sy është argumenti më i madh. Thot autori rahimahullah se Hasan, do të thonë transmeton me zinxhirin e tij nga Hasan al-Basri rahimahullah se ka thënë an-nasu thalatha. Do të thonë njerëzit janë tre lloje ose burrat janë tre lloje. Burr i plot, gjysmë burr dhe burr që nuk është asgjë. Wa rajulun la shay. Do të thonë hiç nuk është ai. I ploti është ai i cili ka përvojë, tajribe, do të thonë që do thotë ka njohuri, dituri, ka përvojë, eksperiencë. Wala yad'u al-mushawarata fi al-amr. Mirpo asnjëherë nuk e le konsultimin. Do të thonë di për vete dhe nuk e le konsultimin. Wa amma an-nisfu fa rajulun laysa lahu ra'yun wala yaqta'u amran hatta yushawir. Dhe gjysmë burri është ai që nuk ka shumë dituri, nuk di, mirpo nuk merr vendim pa pyetur, pa u konsultu. Dhe wa amma alladhi laysa bi shay, kurse ai që nuk është asgjë, është një njerëz që për vete nuk di, as nuk pyet kërkan. Si thon, as nuk di, as nuk pyet. Ka thon pastaj al-Abrash, thot idha al-amru ashkala iqbaluhu wa lam tara fihi sabilan fasiha fashawir bi amrika fi satrihi akhaka ash-shafiq al-arib an-nasiha. Do thot nëse të duket ndonjë çështje e paqartë, problematike, do të thonë nuk di se si me vendos, edhe nuk sheh ndonjë rrugë të gjerë. Do të thonë ka çështje që janë qarta edhe ka gjerësi, mund të ecësh pa problem. Atëherë, por nëse ndodh diçka që mund të biesh ngustica edhe nuk është krejtësisht e qartë, thot konsultohu për çështjet e tua në fshehtësi. Do të thonë mos e nxjerr atë në publik për këtë botën, konsulton në fshehtësi, e khake ash-shafiq al-arib an-nasih. Do të thonë konsultohu me vllajën tënd që është dashamirës, ta do të mirën, që është i mpret, do të thonë i mençur dhe këshillues, pra besnik ose i çiltër. Wala tufshi sirraka illa ilayhi fa inna li kulli nasihin nasiha. Edhe mos e përhap sekretin të dikush tjetër përveç se te një njeri i ktill. Secila këshill ka këshillues, do të thonë ka njerëz që të këshillojnë në mënyrën e mirë. Pastaj po ashtu transmeton nga Hasan al-Basri rahimahullah se ka thënë lidhe me ajetin ku thot Allahu, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amr. Do të thonë konsultohu me sahabët për çështjet. E ka urdhëruar Allahu pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Thot Hasan al-Basri ma kana yahtaju ilehim. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas nevojë për t'i pyet sahabët. Do thotë
pra burr më i plot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ekzistuar në historinë e njerëzimit dhe mendimi i tij me pjekuri dhe mençuri, dituri, por edhe me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Padyshim nuk ka pas nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të konsultohet me njerëz thjesht. Mirë po ka thonë, walakin ahabba an tustasanna min ba'dihi. Por ka dashur që ky të mbetet sunet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë konsultimi me njerëz të mençur është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe duhet të praktikohet se aty është hajri. Thot autori rahimahullah, el mustasharu mu'taman wa laysa bidamin. Do të thonë ai të cilit i kërkon këshill ose konsult është i besueshëm, do të thonë ti i ke dhënë besim diçka dhe nuk është garantues. Do të thonë që ai duhet me ta garantu suksesin, patjetër. Se ka dhe keni kujdes, do të thonë disa prej dietarëve kanë thonë, nëse dikush jep ndonjë këshill, edhe ai kur punon me këshillën e tij për shembull e dëmton pasurinë e tij ose atëherë ai duhet me kompenzuar edhe këtë kanë thonë. Por thot autori, nuk është ai garantues. Domethënë tash nuk të hec ty sipas këshillës sime, nuk mund të ta kompenzoj, domethënë atë gabimin, ndoshta ka pas ose këshilla është ndoshta ka mangësi ose ndoshta nuk e ke zbatuar si duhet. Prandaj kur i ke kërku këshill, domethënë që ti i ke besu atij. Nuk mund ta akuzosh më vonë, domethënë se ti pasi ti i ke besuar, domethënë përgjegjësia është e jotja. Wal mustashiru mutahassinun min as-siqti mutakhayyirun lir-ra'i. Dhe ai që kërkon këshill, kërkuesi i këshillës, domethënë duhet gjithmonë të ruhet prej gabimeve, edhe ta zgjedhë mendimin, domethënë nëse e pyet për shembull 2-3 mençur, edhe e sheh se cili është mendimi i qëlluar, domethënë duhet të jetë i vendosur, edhe jo të punojë, do thotë vetë si do të përmendet këtu pak më vonë, një gjë shumë e rëndësishme. Mos shko ti do thotë ti marrësh këshillat vetëm atyre që përshtaten me epshet e tua dhe me dëshirat e tua. Do ta përmendim këtë. Thot wal wajibu ala al-aqil, do të thënë njeriu i mençur e ka për detyrë as-salik sabila dhawil hijja, do të thënë njeriu i mençur dhe ai që ecë në rrugën e të mençurve e ka për detyrë që ta di se kërkimi i këshillës është zbulimi i sekretit. Prandaj duhet të kërkoj këshill prej njeriu të mençur, të zgjuar, inteligjent, këshillues, i çiltër, besnik dhe dashamirës, i cili është me vlerë të lartë në fetari. Do të thënë ato që u thanë më herët, këta njerëz duhet me këshillu, edhe ky zbulimi i sekretit që tham, nëse është e domosdoshme, patjetër. Ndonjëherë nuk është patjetër me tregu në detaje se çka të ka ndodhur ty. Do të thënë me tregu sikur çka bën disa pyetës që jemi sprovu, thonë u zgjova sot në ora kaq dhe shkova kështu, pastaj vjen te namazi i kindis për shembull, ka bën një gabim. Nuk ka pas nevojë me tregu, do të thënë nga koha kur je zgju deri te ikindia, por do të thënë ndonjëherë nuk është patjetër me zbulu sekret, me ta zbulosh sekretin për të marrë këshill. Mundesh me pyetje të përgjithshme, ose me thonë nëse i ndodh dikujt, ose i ka ndodhur dikujt kështu, thotë në atë mënyrë, por ndonjëherë, si tham, është e patjetërsueshme, ndonjëherë patjetër me tregu edhe atëherë me zgjedh njeriu të cilit ja tregon sekretin. Thotë se kur ai këshilluesi, për i cilit është kërku këshilla, do të thënë i jep atij që kërkon këshill, kjo është thotë haku i dhuntisë. Do të thënë duhet, nëse dikush kërkon këshill, ty Allahu të ka dhënë dituri ose përvojë, kuptim, edhe vjen dikush kërkon këshill, atëherë haku i kësaj dhuntie është për ta falendëruar dhuntin ndaj Allahut që t'ju japësh këshilla të mira njerëzve, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se haku i muslimanit ndaj muslimanit është idha stansahaka fansah lahu. Nëse kërkon këshill prej teje, jepi, do të thënë këshill. Nëse di
Nëse e di, do të thënë këshillën e saktë, edhe këtë do ta themi më vonë. Thot, pastaj autori rahimahullah transmeton nga Hasan al-Basri, po ashtu ka thënë, ma hazaba qauman qattu amrun fajtama'u fatashawaru fihi illa arshadahum Allahu jalla wa ala li aswabihi. Do thënë, çdo herë kur një popull ose demek disa njerëz kanë ndonjë çështje të madhe, të rëndësishme, mblidhen dhe konsultohen për ta, atëherë Allahu do t'i udhëzojë në atë që është më e dobishmja. Do të thonë nëse është rruga e tyre e këtill, kanë çështje me rëndësi, konsultohen mes veti. Atëherë patjetër se Allahu do t'i japë sukses për atë që është më e mirë. Mirë po, thot gjithashtu se ka thënë Muntasir ibn Bilal, pra në këtë poezi, la tasbiqanna an-nasa bir-ra'yi wat-ta'id, fa innaka in ta'jal ila al-qawmi tazlal. Thot mos nxito me dhon mendimin ti para gjithë njerëzve. Pra kur konsultohemi, mos nxito ti i pari me dhon mendimin. Prit, merr, do të thënë, bëhu i durueshëm, dëgjoj të tjerët, analizoj mendimet e njerëzve të mençur që janë aty. Thot walakin tasaffah ra'y man kana hadiran, do të thënë analizoj këto mendimet e atyre që i thon, aty që janë prezent, wa qul ba'dahum raslan wa bil haqqi fa'mal. Dhe pas tyre, atëherë fol edhe ti, jep mendimin tënd dhe puno sipas hakut. Do të thënë, ka njerëz që nëse hidhet në tavolinë një çështje, vrapojnë, secili i pari ta thot mendimin edhe ta japë gjykimin. Kjo është keq. Do të thënë, mirë po ka njerëz që pastaj më vonë largohet prej mendimit vet. Po ka njerëz që e jep mendimin i pari, pastaj nëse gjithë të tjerët kanë një mendim ndryshe, ai patjetër vazhdon edhe ka ngul vetëm mendimi i tij me ec, do thotë ajo padyshim se nuk është prej mençurisë. Pastaj thot autori rahimahullah transmeton me zinxhirin e tij nga Wahb ibn Munabbih se ka thënë fit Taurati 4 ahrufin maktuba, do të thënë kanë Teurat katër këshilla ose 4 fjalë të shkruara, man lam yushawir yandam. Kush nuk konsultohet, do të pendohet. Wa min istaghna ista'thar. Kush është do të thënë i duket vetja sikur s'ka nevojë për ka pasuri, nuk ka nevojë për të tjerët, atëherë i bën padrejtësi tjerëve, merr do të thënë veç për vete atë të mirën. Thot wal faqru al maut al ahmar, edhe varfëria është vdekja e kuqe, do të thënë është vdekje duke qenë njeriu gjallë. Wa kama tadinu tudan, edhe si ti u bësh të tjerëve, edhe ty do të bëhet ashtu. Do të thënë si u bën njerëzve, do të bëjnë edhe ty. Pastaj thot autori rahimahullah një fjali me rëndësi, la unsa anasu min istisharati aqilin wadud. Nuk ka një knatësi më të madhe, ose edhe uns i thonë arabisht, që ta shpjegojmë, do shta dikush di shqip sakt si thuhet, kur ndihet njeriu i vetmum, ose ndihet pa përkrahje. Pastaj takohet me dika me të cilin qetësohet edhe gëzohet, do të thënë kësaj thuhet uns. Do të thënë që rahatohet njeriu e ka dikan afër. Pra nuk ka një qetësim të këtill më të fuqishëm se kërkimi i këshillës prej njeriu të mençur që ta do të mirën. Wala wahshata awhash min mukhalafatihi, edhe nuk ka egërsi, do thotë kjo e kundërta e kësaj që tham, do thënë kjo vetmia që ndjen se ke mbetur tani veç vet, nuk ka më të keqe se kundërshtimi i kësaj këshille. Do thënë ky njeri i mençur që ta ka dashur të mirën, ta jep këshillën dhe ti e kundërshton atë, atëherë patjetër se do të pendohesh edhe do të ndjehesh në gjendje të rëndë. Se thot konsultimi dhe diskutimi janë dy dyer të bereqetit edhe janë çelës të mëshirës. Do të thënë është për qëllim konsultimi, diskutimi për ta marrë diturinë e tjetrit. Ka diçka që i thuhet diskutim, debat, do të thënë për ta nxjerrë më shumë diturinë e tjetrit, kjo është e lëvduar. Kurse ka polemik që është për ta nxjerrë diturinë tënde. Kjo është
e qortuar. Do të thënë prandaj njeriu pyet, sjell do të thënë bot kuptime të tjera kështu te ai që ka dituri, që të marrë sqarime më shumë. Atëherë kjo lëvdohet edhe me këtë përfiton njeriu. Me të vërtetë është derë e bereqetit dhe mëshirës. Por nëse me atë që ka dituri vetëm e kundërshton që me tregu se ti je më i ditur, edhe se më i mençur e kështu me radhë, kësaj thuhet polemik e kot, për cilës nuk ka dobi njeriu. Dhe thot, wa man istushira falyushir bin nasiha wal yajtahid bir ra'i. Kujt i kërkohet këshill, le të japë këshill me çeltërsi dhe me dashamirësi dhe le të mundohet për atë që është më e mira. Wal yalzam al haqqa wa qasd as sabil, edhe le të qëndrojë gjithmonë të vërtetës dhe mesatarës. Do të thonë, as mos e refuzoj dhënien e këshillës, as mos nxitoj për dhënien e këshillës. Pra si u tha më herët, jo me dal i pari me dhënë këshill, por nëse njeriu nuk di, do të thonë i thot, nuk e di unë këtë çështje, është pjesë e këshillës gjithashtu me drejtu edhe të dikush që di, për shembull thot pyet e filanin se ka përvojë për këtë ose ka qenë në atë vend, edhe kjo është këshill gjithashtu. Të ka pyet dikush si të veproj në këtë punë. Edhe ti kur ti thush unë s'kam përvojë në këtë biznes për shembull, pyet e filanin se është duke punu çe 10 vjet për shembull, pyet e atë. Kjo është këshill. Nuk është refuzim, domethënë i këshill. Prandaj duhet të jetë njeriu gjithmonë mesatar. Edhe thot wal yaj'al al mustashira ka nafsihi. Këtë kërkuesin e këshillës duhet ta bëj si veten e vet. Domethënë ta dije se edhe ti ke qenë në pozitën e atij. Edhe bënë hesab, llogaritë se ti tash je duke kërku këshill. Çka do të kishe dashur ti për atij që e pyet? Domethënë në atë mënyrë ti duhet të japësh për ta. A do të kishe dashur ti me pyet dikant edhe ai me të përgjigj pa dituri? Nuk do. Ose a do të kishe dashur ti ta pyesësh dikant dhe ai di diçka dhe nuk ta tregon? Edhe këtë nuk do. Domethënë prandaj ti vendosu në pozitën e tij. Bitarkil khiyana, mos e tradhto, wa badlin nasiha, për jepi këshill dhe çeltërsi. Si ka thonë bahu, ashtu siç ka thonë poeti, wa min ar-rijali idha zakat ahlamuhum man yustasharu idha istushira fa yutriqu. Do të thonë ka burra, thot, keni kujdes, do të thonë ka burra kur të arrin pjekurin e mençurisë, pjekurin e plot, nëse pyeten, ndalen. U kërkohet këshill, ndalet një herë. Do të thonë nuk përgjigjet me një herë, hatta yajula bi kulli wadin qalbuhu. Sa derisa do të thonë të shëtitet zemra e tij në për të gjitha luginat. Edhe fayara wa ya'rifu ma yaqulu wa yantiqu. Edhe të shoh, edhe ta kuptoj sakt se çka duhet të thotë edhe të flasë. Do të thonë njeriu në mençur kur e pyet nuk përgjigjet me një herë, po ndalet ose për disa çaste, ose thot më le të mendoj për këtë temë. Do të përgjigjem nesër ose mas disa ditëve, ose të pyes edhe unë. Do të thonë njeriu i mençur kështu vepron. Kurse ai që përgjigjet pa u përfundu pyetja, u përmend më herët, do të thonë është prej shenjave të budallajt, që një prej atyre shenjave është nxitimi në përgjigje. Kurse njeriu i mençur ndalet, e kupton një herë mirë pyetjen, i kupton aspektet e problemit që i ka ky pyetësi, por edhe ndonjëherë thot, nuk mund të përgjigjem sot. Hajde nesër ose mas disa ditëve, ose të pyes edhe unë, ose të konsultohem, do thënë, nëse ja do me të vërtet mirën atij që pyet. Inel karime idha tafakkara lam yakad yakhfa alayhi min al-umur al-awfaq. Do thot njeriu fisnik me moral të lartë kur mendon, do të thënë logjikon edhe analizon, nuk, do të thënë rrallë herë ka mundësi që mos e qilloj atë më të suksesshme edhe më të mirën. Pastaj ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Hasan al-Basri, se ai transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe përmendëm këtë se Hasan al-Basri është tabi'i, dhe kur transmeton tabi'u nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si quhet hadithi, a di dikush? Quhet hadith mursal. Do më thënë, edhe është i dobët. Pra këtu me këtë zinxhir është transmetuar kështu, si hadith mursal. Mirë po, pak më herët, njëjtën fjalë, e përmendëm që është transmetuar
si fjalë e Hasan al-Basriut. Ajo është e saktë, kurse si hadith, do të thënë që e ka vesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk është e saktë. Ma shawara qaumun qattu illa hudu ila rushdihim. Do të thënë çdo herë kur disa njerëz konsultohen, do ta qellojnë atë më të saktën. Pra, kjo u tha fjala e Hasan al-Basriut, tha çdo herë kur kanë ndonjë çështje të rëndësishme njerëzit dhe konsultohen, Allahu u jep sukses për atë që është më e mira. Kjo është e saktë si fjala e Hasan al-Basriut dhe nuk është e saktë si hadith. Po ashtu transmetohet nga Hasan al-Basri, la yandamu man shawara murshidan. Do të thënë nuk pendohet, nuk bëhet pishman ai njeri që konsultohet me njerëz të mençur. Ai njeri që konsultohet me njerëz të mençur dhe të udhëzuar, të ditur, nuk pendohet. Edhe kjo është gjithashtu e nxjerrë nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë nuk dëshpërohet ai që kërkon hajër prej Allahut, do të thonë bën istikhara, i lutet Allahut për hajër, edhe kërkon do të thonë bën istishara arabisht, do të thotë kërkon këshill nga njerëz të mençur. Nëse i ka këto dy komponenta, nuk do të jetë ndonjë ndodhi që do të dëshpërohet. Do thotë për çdo gjë kur duhet me marr vendim, i kërkon hajër Allahut dhe i kërkon mendime njerëzve të mençur, pra, me këto cilësi që u përmendën, atëherë nuk do të jetë larg mirësia dhe suksesi. Po, pastaj thotë i mençuri e ka obligim që kur konsultohen disa njerëz ose kur kërkon dikush këshill dhe ai mençuri është prezant aty, e ka obligim që të jetë i fundit që e jep mendimin. Do të thonë njeriu i mençur, si tham më herët, nuk nxiton që ta japë i pari mendimin, po pret, e analizon, se kjo e forcon më shumë mendimin. Edhe ka mundësi që ti e dëgjon një herë pyetjen edhe të vjen një mendim. Po kur i dëgjon disa përgjigje të tjerëve, ndoshta analizon tjera aspekte të kësaj çështje dhe jep mendimin më të pjekur. Është më larg gabimit edhe më afër vendosmërisë. Po, pastaj gjithashtu thot kush do të kërkoj këshill, le të jetë gjithmonë i vendosur që mos kërkoj këshill nga njeriu i paaft. Si për shembull njeriu që është aktiv i zellshëm, nuk kërkon ndihmë nga përtaci për ta kryer një punë. Do të thonë ai që ka fuqi edhe është punëtor, edhe i nevojitet një ndihmë, nuk shkon njeriu që nuk është punëtor, ta thrasë. Edhe kur kërkon mendim, kur kërkon këshill, nuk shkon te ai njeri që nuk ka aftësi për të dhënë këshilla. Pastaj thot transmetohet nga Ibn Abi Husein se ka thënë, është thënë më herët, ma halaka imru'un min an mashura wala sa'ida bitawahhud. Thot asnjë njeri nuk është shkatruar për shkak të konsultimit. Edhe gjithashtu asnjë njeri nuk është lumturuar duke u veçu vetë, do të thënë me mendimet e veta. Edhe nuk e merr mendimin e askujt, nuk ka pas lumturi ndonjë njeri i tillë, edhe gjithashtu nuk është dëshpëruar, nuk është shkatruar një njeri pse ka pyetur dhe është konsultuar. Pastaj thot edhe një poezi e ka përmendur ati al-halime idha al-halimu asaka. Këtë desha me thonë më herët, edhe është gjithashtu më rëndësi, thot ati al-halime idha al-halimu asaka, inna al-halime idha asaka hadaka. Dhe thot dëgjoje të mençurin kur të kundërshton, sepse kur i mençuri të kundërshton, të udhëzon. Do thot ti do me vendos diçka, do të thënë do me bë një punë, edhe shkon te një njeri i mençur, edhe i urt, që ka dituri, edhe i thu kam vendosur ta bëj këtë kështu, edhe thot jo, mos e bën, nuk është e mirë. Atëherë, do të thënë kur ta kundërshton ai mendimin, dëgjoje, sepse kur të kundërshton të udhëzon. Wa idha istasharaka man tawaddu faqul lahu ati'i al-halima idha al-halimu nahaka. Thot nëse të kërkon këshill dikush një i dashur, thuaj atij dëgjoje të mençurin kur të ndalon diçka. Do të thënë pra kjo
ndoshta dikush e ka marrë vendimin, ose ka pyetur, mirë po, Allahu jep sukses që këtë vendim të cilin e ka marrë, ja tregon një njeriu të mençur. Thot kam vendosur të bëj kështu. Edhe ai thot mos e bën këtë gabim, sepse do ta kesh këtë dëmë kështu me radhë. Atëherë dëgjoje këtë të mençurin, wala in abayta latalaqayanna khilafahu araban yahutuka aw yakunu halaka. Do thot nëse e refuzon këtë, atëherë do ta gjesh atë që nuk të pëlqen. Do të thënë nëse i refuzon mendimet e njerëzve të mençur, edhe kur të kundërshtojnë, kjo është ka disa njerëz që kanë një far mentaliteti ose një far zemre të tillë që nuk e duan atë që e kundërshton. E duan vetëm atë që vazhdimisht pajtohet me mendimet, vazhdimisht ja rre shpinën, edhe ai është njeri i mirë. Po kur vjen dikush me të vërtetë që ja do të mirën, e thot gabimi e këtu, atëherë bëhet urrëtia më e madhe ndaj tij, atëherë do t'i gjesh vetëm damet në këtë mënyrë. Wa'lam bi annaka lan tasuda wa lan tara subul ar-rashad idha ata'ta hawaka. Edhe dije se ti nuk do të bëhesh i fortë as udhëheqës, edhe nuk do të gjesh mirë, nuk do të gjesh të mira edhe fitore nëse vazhdimisht ti i ndjek epshet e tua. Do të thënë veç atë çka ta ka thonë mendja, pa tjetër me kry, nda dish se kështu nuk do të arrish askund, por dëgjoj ata që janë më të mençur, edhe kur kundërshtojnë, kur të ndalojnë, dëgjoj, aty do të fitosh, do të thënë. Edhe një fjalë interesant e ka përmendur më në fund, thot an wazir Kisra, do të thënë një prej atyre ministrave të Kisrës, do të thënë perandorit Persisë. Kuptohet ata pushtetarët e mëdhenj, perandorët e mëdhenj, kanë afru njerëz të mençur, që kanë pas me të vërtetë mençuri, edhe kanë përfituar, do të thënë në këtë mënyrë kanë mbajtur perandorinë. Pastaj kur janë afru njerëz devijum tek ata, është shkatruar edhe shteti. Prandaj e kanë përmendur si urtësi që është transmetuar nga veziri i Kisrës, se ka thonë thalathatun laysa lahum ra'yun fala tastashiruhum. Vën tre veta nuk kanë mendim të saktë, prandaj mos kërkoni këshill prej tyre. Ka thënë sahibul khuffi ad-dayiq, ai që i ka kputucët e ngushta, atë që e vrasin kputucët. Shikoni, do të thënë wa haqinul bawl, edhe ai që e ka shtrëngu nevoja. Do të thënë duhet me shku me kry nevojë. Wa sahibul mar'ati su as-salita, edhe dikush që ka gruan e keqe, edhe do të thënë me sjellje të këqija ndaj tij. Pra mos kërkoni prej këtyre këshill. Çka është qëllimi? Pse kështu thot? Se këta njerëz, do të thënë kjo është deri këtu folëm për cilësitë e një njeriu prej cilit duhet me kërku këshill. Kjo do të thënë gjithashtu me pas parasysh kohën kur kërkon këshill prej njeriu. Do të thënë nëse është njeriu në një moment që është duke u nxitu, edhe ai thotë s'kam kohë tash. Edhe mirë po kam ngulje, patjetër tregom, a do të marrësh këshill cilësore, kvalitative prej tij. Do të thënë nëse është, do të thënë ka përmendur si shembull që kputuca e vret. Do të thënë ai e ka dhimbtën do të thënë kur njeriu ka një dhimbt ose një breng për vete, mos e ngarko atëherë ti me këshillën, duke kërku këshill. Do të thënë ai për vete e ka mendjen e çorientuar dhe ka vështirësi, atëherë mos kërko në atë moment, do të thënë prej tij me dhon këshill. Gjithashtu tjetër kur është këtu thot, do të thënë nevojën, ka përmendur gjithashtu dikush Imam al-Asma'i ka thënë mos kërko këshill prej atij që është, do të thënë e ka shtrëngu nevoja, edhe do me kry nevojën, as ati që është i uritur, as ati që është, do të thënë, kështu hazik, do të thënë që ka dhimbt, pra e shtrëngojnë kputucët. Nëse ai është duke nxitu për një çështje të veten, qoftë për kryen e nevojës, do të thënë, ose është i uritur do me gjetë ushqim tash në këtë moment, edhe ti ngarkon me problemet e tua kështu, nuk merr, do të thënë, këshill të
qelluar prej tij, nuk merr këshill cilësore, kualitative. Edhe gjithashtu këtu e ka përmendur nëse e ka gruan e keqe që, domethënë, në shtëpi ai ja ka ajt krije, domethënë, duke i fol ti kështu, ai vetë çdo të dalë prej shtëpisë ta qetësojë kokën, sa del ti i kërkon këshill problemet e tua, domethënë kjo prandaj duhet të ketë parasysh, duhet ta kenë të gjithë vëllezërit dhe motrat që bëjnë pyetje. Ndonjëherë vin pyetje në 2 të natës për shembull, ndonjëherë, domethënë namazin e sabaut me hap telefonin është mush me mesazhe, nuk merr atëherë dhe pastaj disa e përmendin pse domethënë pse marrin përgjigje të shkurt, nuk lejohet ose lejohet veç, duan një hulumtim me shkruajt aty një artikull, për shembull kur pyet në 2 të natës për shembull, ose në kohën e iftarit, ose në disa momente para dersit, pyesin disa njerëz. Nuk ka kohë atëherë njeriu me shkruajt kolona, si thonë, ose artikuj e kështu me radhë. Nëse e merr përgjigjen për gjykimin që të intereson, që lejohet ose nuk lejohet, elhamdulillah. Nëse nuk e merr edhe atë, mundoni me gjetë arsye për vëllezërit tuaj. Pra, si kanë thënë selefët, që duhet mu mundu me gjetë arsyetime. Edhe nëse nuk gjen asnjë arsye, thuaj ndoshta ka ndonjë arsye edhe që unë nuk e di. Edhe ndoshta në momentin ti kur i bie telefonit, ndoshta ai ndoshta është duke e kry nevojën në atë moment. Edhe thot pse nuk më hapi telefonin, çka është kjo mendimallësi e kështu me radhë. Me të vërtetë ka të disa njerëz ka nevojë për një herë edukat familjare, pastaj mi kuptu këto çështje. Me të vërtetë këto, se tham, me mësu këtë libër, si ka thënë autorin në fillim, që me këta dhe praktikon këta do t'i kalosh ata njerëz të nivelit njëjtë, kolegët e tu do t'i kalosh nëse i kupton këto çështje dhe do të përfitosh shumë edhe në jetën e dunjas, edhe për çështjet e fesë dhe të ahiretit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.